Për herë të parë në Shqipëri do të kalojë një shteg malor europian. Presidenti i European Hiking Federation, Boris Mikik, në një takim zyrtar me presidentin e Federatës Shqiptare të Alpinizmit, ka bërë me dije se E6 është një nga rrugët malore europiane e cila do të hyjë në Shqipëri nga Shkodra përmes Malit të Zi dhe kilometrat e parë do të realizohen këtë vit kalendarik. Fatmirësisht jemi në hapat e konkretizimit fillimit të kësaj iniciative dhe njëkohësisht me që kemi dhe sot takimit dhe nesër, takimit tradicionale të Elbasanit, ju uroj të kënaqni sot në mbrëmje dhe nesër në ngjitjen për Bukanikun. Some 10 years ago, we had... Disa vite më parë në një takim kemi vendosur që 2 rrugë europiane të kalojnë në vendet e Ballkanit. Kemi vendosur tashmë që në Shqipëri të kalojë rrugët E6 dhe E12. E12 do të kalojë përgjatë detit mesdhe, por sot nuk do të flasim për të sepse këtë vit kemi vendosur të promovojnë rrugën E6. Kjo rrugë do të hyjë në Shqipëri nga Shkodra përmes Malit të Zi. Sot kemi ardhur këtu për të bërë diskutime për zhvillimin e E6. Është shumë e rëndësishme sot të anoncojmë se kilometrat e parë të E6 në Shqipëri do të realizohen që këtë vit. Federata Europiane e Hiking e formuar në vitin 1969 ka arritur të krijojë 12 rrugë europiane me gjatësi totale 70.000 kilometra. Shumë pak prej tyre kalojnë në Ballkan dhe deri më tani asnjë rrugë në Shqipëri. Por me futjen e Shqipërisë në këtë itinerar, krijimi i shtigjeve malore pritet të ndikojë në zhvillimin e turizmit për të gjithë të apasionuarit e hiking.